Po Palloshi gjatë tha që 2027 Shqipëria domethënë me këtë digitalizimin që thej aty, do ketë marrë fund çdo gjë, domethënë do jemi do heqi keshin. po, çdo gjë. Çdo gjë. Miq të Piskut dhe të Pisk System, ju përshëndes dhe uroj që t'jeni mirë. Ju përshëndes bashkë me Aleksin, të cilin e falenderoj që gjen kohë her pas here dhe është pjesë e mendimeve të lira. Nuk e di për sa kohë do shkojë kjo Alex, por ne do të jemi të kënaqur që çdo javë jemi dhe transmetojmë atë se çka mendojmë për aktualitetin shqiptar dhe botror dhe problematika që po e marrim guximin ta themi, përderisa u bë disa episode që flasim dhe diskutojmë këto gjëra dhe kemi edhe ndjekësit tanë të cilët i falenderojmë dhe i respektojmë maksimum që jemi gjithmonë për të dhënë dhe për të ndarë mendime për sa i përket temave që trajtojmë. Është bërë shumë vështirë që ti jesh i lirë sot dhe ka një kosto shumë të madhe dhe ne dy jemi koshient për këtë gjë. Po, plotësisht. Se çfarë kosto e ka dhe shumë pak njerëz që ndoshta mund të jenë në të njëjtën linjë që jemi dhe ne, ato e dinë fare mirë dhe e kuptojnë të pjesë se çfarë kosto e ka. Sot do të trajtojmë një temë për sa i përket problemeve shoqërore dhe deri diku dhe familjare, që është edhe pjesë e familjeve shqiptare që po infektohen shumë me këtë disa rryma anormale, jo të natyrshme, që përpiqet sistemi ta injektoj në atë shoqërinë tonë të sotme, duke krijuar, le të them, probleme boshe që nuk kanë ekzistuar, por i krijojnë vetë duke u viktimizuar dhe duke zënë më shumë vend në shoqërinë tonë shqiptare. Flasim për Dylbera, Troç, se Mira gjatë, domethënë është kryer një problem shumë i madh jo vetëm në Shqipëri, por në botë. Fillimisht ka filluar në përbot, pastaj ka zënë vend edhe në Shqipëri dhe ka marrë përmasa shumë të mëdha. Nuk e di si e sheti Alex, doja një mendim tëndin për sa i përket kësaj teme që edhe në për institucionet arsimore dhe në shkolla ka zënë vend, pra aty ku është baza kryesore, bërthama e krijimit të familjes shqiptare dhe shoqërisë shqiptare. Që në qeliz. Do e quajmë lëvizje shumë gjyshave të Dylberave. Po reklamohet, po merr përmasa shumë të mëdha, po shtrihet. Ka mbështetjen e fuqishme të këtij sistemi të Matrixit që siç e karakterizojnë. Edhe pati edhe dy kështu shfaqje reklame të fuqishme që u bë në Amerikë para disa ditësh dhe në njëjtën kohë dhe në Angli. Doli atje po kapim këtë të Amerikës një si rast të parë, që ishte dikush atje tani që e prezantuan e paraqitën se kur ishte Dylberi më i bukur në botë. Ai ishte më i bukuri. Ideja nuk ishte se po i vlerësoshin ato tiparet e bukurit atit, po dishin kalonin atë që shikon nuk ka gjë të keqe ti jesh dhe të bësh një till. Reklam. Për të çeshuar domethënë ato rezistencat që shikon se unë se pranoj këtë se diçka anormale, jo e natyrshme. Po, domethënë një konkurs bukurie atje që fuzin në një nga kështu. Te Eurovisioni për shembull, fuzin në një koncita, në një kështu. Edhe në sport kanë futur për shembull te garat e notit, për shembull kanë futur edhe Dylbera. S'po i them ato termat se ndoshta mund të kemi edhe probleme me përhapjen e këtij podcasti që po bëjmë sot. Censur direkte. Censur, se janë ca tema. Këto janë problem kështu si janë tema që godasin damar direkte, sepse që nuk lejohen të diskutohen, nuk parafliten. Prandaj edhe thashun që jemi me fat për aq sa kemi shkuar deri tani që kemi pasur të lirinë të shprehemi për aq pak njerëz sa na kanë ndjekur. Por ato i kemi të sigurt. Sa e bukur është liria, më burr. Ata duhet të e marrin, ndaj pra mbyllë gojën thot, sepse nga momenti që kjo është zgjedhur si narrativ e këtij sistemi, nuk duhet prekur olla, janë përbën top secret. Tani, sa e rëndësishme është kjo tezë për ata, kjo pikë pra, që të kapin, të shkatrojnë familjet në botë, por edhe ato shqiptare, me këtë tezën ose me këtë pikën e Dylberave. Sa i fortë është tek ata, pra? Sa fort e mbrojnë ata atë? Këta ana tjetër, pra këto men in power are pedophiles, është një term që është bërë shumë viral, domethënë ata që janë njerëzit më me pushtet, janë këta që kanë deformime nga më ndryshme
Njerëz vërtet më dhejnë Dylberat, dylberat, po. Janë të martuar me burra njerëzit ata që janë posta të fuqishme qeveritare të shteteve të forta. Ka dalë është kthyer në Pse japin kaq shumë rëndësi kësaj ata? Pse mbështesin kaq fort këtë gjë domethënë? Ku duan të dalin? Po sepse kjo përbën një dozë shumë e fortë për të goditur parimet shoqërore. Është një armë e fuqishme në duart e tyre. E din që kjo ka rezultat. Nëse kjo pranohet gjërë, ato kanë rrezu, kanë sheshu çdo gjë pastaj. Është arma e tyre e fortë kjo. Prandaj dhe mbështesin aq fuqishëm, ka mbështetje mediatike, qeveritare, para e madhe derdhet që t'i bëhet reklam kësajt. Si që të shohet gradualisht ato rezistencat e normave që ka secili. Edhe bëjmë atë mënyrën e tyre. Dalin nëpër media të fuqishme, doli ai më i bukur, thotë ai. Po më çfarë intereson, le të jetë më i bukur ai, po ka dhe këtë tjetrin që shoqëron. I bukur nonës, që nona sa të mirë të kam. Po, ai i bukur shoqërohet edhe me këtë gjën. Do të ti mos qëndro që ky ka ato tiparet e bukura, po kap edhe këtë tjetrin që ky përfaqëson ka një pozicion, shikoj nga ajo tjetra. Është e vërtetë, ëh. Që edhe ti shikoj. Tani që po dëgjoj, i bukur etj këto gjëra. Si luajnë. Jo më kam parë këto ditë, në mediat shqiptare kam parë kështu nga këto të bukurit. Që dalin jo nga këto estetistët, këta make-upistët, që ato domon. Jo, i dashuri im, po kam nuk i bëna njëra në po i shoh gjithë këto që merren me këtë pjesën e bukurisë, domethënë këto parukierët, berberët, domethënë si kanë vëllë emra kështu, i kanë bë po i kanë kështu me lartësuar, lart fare, po janë gjithë kështu longrosh të gjithë domethënë. Si ka mundësi domethënë. E shikon që kudo është ajo që thuat është e qëllimt, e propaganduar, e shtyr. Po edhe nuk ja bën ndonjëherë në një pyetje. Çka ke të folmën ashtu? Po ti a je burrë, a je kështu përfaqëson gjinin mashkullor, çka ke të folmën për shembull? Nuk preket kjo sepse quhet racizëm, kupton ti, kanë gjetur dhe i kanë dhe termat i kanë gati. Në momenti që ti më thon të bëj diçka për shtypje dhe thu po pritella se ti je kështu, pse sillesh ndryshe se kur je femër. Problemi jemi ne. Është racizëm ajo. Do ta lesh është në kuadër të lirisë edhe ajo. Ora ai është i smurë, është si kush smurë? Kur smurë? Kush smurë? Plaga që se ka hyrë ndrujë. Plaga do të hyjë ndrujë, ju ka qenë vogël që ose ka pas të gjonat. Lau, lau kra tjetër. Ajo vitën vi. Ai fenomen deri në vitet 80 konsiderohesh nga mjekësia deformim. Çoroditje sëmundje psiqike alla. Tani kanë vënë emër hormone, ç'lidhje ka ashtu. Këto përpiqen tani të ndryshojnë dhe gjinin tani, por kanë problem se s'mund të ndryshojnë ato kromozomet, ato aty burrorore mbeten. Sado që ti përpiqesh ta kthesh, bësh dukesh si femër. Se kemi edhe këto transe tani. Kjo është pjesa e Anglisë, se po thoshin për këtë bukuroshin në Amerikë tani. Në Amerikë tani, në një studio, po të kalojmë te kjo pjesa e Anglisë, ndodhet konkretisht çfarë po ndodh domethënë në Amerikë? Në Amerikë ishte kjo puna e këtij bukuroshit që ishte dylber dhe e paraqiten kështu sikur shiko, është i bukur, po ka edhe këtë, po s'ka problem. Ju përqendrohuni te kjo pjesa e dytë se ne atë duhet të kalojmë. Edhe pap kalon shumë konsciencë ajo, direkta. Kurse në Angli, atje në një emision po e shikoshin gjithë, kupton? Edhe aty në një moment u paraqit një revistë, Glamour, që është revista, edhe aty ishin 9, jo 10, ishin 9 që ishin burra, po ishin kthyer në gra nga jashtë. Nga jashtë sa bukur e themër. Po gabronda nuk e bën dot ato. Hiq veshti, zbukuro këto, zëri nuk e ndryshon dot, kromozoni nuk e ndryshon dot, përpiqesh sa dush valla. Tu të ka bë zoti burr. Përpiqu ti ka shanse të bëhet, të kthehet 100% jo. Ska burr, prandaj, sado që të përpiqen këta i vrim nuk po bëjnë. Thjesht edhe reklama ka për të dëshuar. Sado që bën vrima hapin sa dush vrima ato, aty njika i vrima burri. Tani, ajo si duket prezantuesja e këtij emisionit kishte një kriter të shëndetshëm, ka dush. Edhe ç'a bëri ajo? E merr e shikon një herë mirë atë revistën atje kur ti fket fut një të grisme te hrau. Jo. Fa e bëri bravo i qoftë. Ajo është burnesh. Se kur po pastaj ne prej punës, sigurt. Nuk e di, do të vina një kështu në. Hajde ke pisku. Ktu jeni të lirë ta shprehni mendimin si ta ndjeni. Edhe u bë një tani kalojmë këtu. I kapën këto të dy anët, kalojmë këtu, u bë edhe këtu një emision, edhe u trajtuan të dyja këto çështjet. Pra edhe Amerikës edhe Anglisë. Po i prekën të dyja këto rastet edhe kush i preku këto këtu? Në një kanal nga këto të famshëm që kemi ne këtu, hajt s'po i përmendim.
Po? Se ato kanalet e mëdha janë gjitha të kapura dhe paguhen për të kaluar mesazhe konkrete. Edhe aty ishte një prezantues aty që ishte qep të mbot. Kupton se pse kishte marrë mision për sipër, duhet që të kalonte patjetër ajo dhe nuk se për çfarë kishte marrë ata opinionistët aty, s'e kuptova, lushin rolin e vazos ato atje. Nuk i lën ta hapësir fare. Se njëri tha tani po këto janë gjëra normale, po u hodh pastaj njëra aty tani. Edhe tha, për ta mbështetur këtë, edhe Aleksandri i Madh kështu ka qenë, tha. Po, ku e diti mi cop mishi që pas ka qenë Aleksandri i Madh ashtu. Ai ishte burr me të tëra. Atë Aleksandri i Madh që ta dini sa për histori, ai ka qenë strategu më i madh në histori e para punës, në më shumë të re. Edhe përbënte, ai ishte njëri i zgjedhur nga vetë Zoti. Përmendet Aleksandri i Madh që në 10-ën e vjetër. Është ai që përhapi gjithë kulturën helene në gjithë botën, kori tokën, që të vinte pastaj krishterimi më mbrapa dhe të mbinte farën. U përdor nga vetë Zoti ky, Aleksandri i Madh. Si çfarë roli kishte? Do përdorte tani Zoti një njerëz që do kishte një dobësi kaq të urryer në sytë e tij, do përdorte një person të tillë. Sepse janë bërë edhe filma amerikanë atje që kishin nxjerrur të tillë Aleksandri i Madh. Devijon historinë, devijon personalitetet e mëdha të historisë për të kaluar me do e mos këtë gjë më valla, me injektim me zor. Po ndoshta edhe ky personi që ka mbrojtur në këtë studio ka parë këtë. Është ushqyer nga këta që kanë përdorur amerikanët, që kanë bërë amerikanët. Po, ishte i programuar që e tha këtë gjë, se po të kishe bërë një kërkim do shikonte. Hollywoodi lale, Hollywoodi. Po, Hollywoodi tani. Sa mesazhe vinë që andej, kalojnë. I ke aktorët atje, një pjesë e madhe të zhytur në dulberizëm pafund. Edhe ai që bëri këtë ajo çfarë ishte? Bëri këtë koment që tha që Aleksandri se ishte edhe ajo, domethënë ishte. Po tani këtu nuk di se si ti referohesh më valla, do të më refero me ajo. Ai slash ajo. Edhe kishte marrur gati ajo atë pjesën aty, se i qëndroi atit dokumentarit, atit filmit që kishin bërë këto Hollywoodi tani, pa bërë një kërkim kritik të gjërave. Si ka mundësi më valla, njeriu një strateg kaq i madh që pushtoi pothuajse gjithë botën në moshë aq të re, na pas ka pastë problemin. Një njeri që i smur psiqik, sa ajo smundje psiqike. Quani si doni ju, jo po orientime seksuale, ato zbukurimet që bëni, të kishte i tillë, të kishte një dobësi të tillë. Do merreshe me atë punë, apo do ishte ai strategu i madh që njihet nga gjithë historia që bëri pushtoi gati gjithë botën, deri në Indi. Shisi nga të rëngjërat. Ajo mbajti që bëri këtë komentin, mbajti vetëm atë pjesën e si është trajtuar ende nga Amerika personi i Aleksandrit të Madh. Edhe lëshoi, edhe ai ashtu ka qenë. Po edhe sikur të kishte qenë ashtu, edhe sikur gjithë heronjt kishin qenë ashtu. Përbën kjo kriter që ti rrafshojmë tani të gjitha të bëjmë edhe ne ashtu si që ka bukur. Pra ne ne tjerët që kemi probleme, jo këta. Po ashtu ka për ta nxjerrë fund fare. Ne jemi të smurët psiqik sepse po e kritikojmë atë gjë. Që po përpiqen e kalon si normale. Deri ty, duhen me na çmen edhe, ata janë të paguar me na çmen. Kjo po ndodh tani, kjo është përpjekja. Janë të gjithë në një mision aty. Duke fut viruse. Po, virus tjetër. Këto janë viruset e padukshme. Sepse sot lufta po bëhet me trunin edhe, me anën psikologjike po bëhet lufta sot. E panë që nuk pati efekt ajo lufta me raketë do bëjmë më mrapa, me topa dhe me tanqe dhe me pushka. Tani lufta me rrezikshme është ajo psikologjike, me trurin. Të ndryshojnë ty me ta bot zezën të bardhë. Me të qitë sapuni për djathë, ajo që themi si shprehjen e përditshme. Ajo është e gjithë përpjekja tani. Të trazojnë çdo rezistencë mendore të shëndetshme, edhe të pranosh ato të smurën, ato të devijuarën. Ta kesh sa më kollaj, ta kesh sa më të lehtë, ta bësh sa më të lehtë atë që është e vështirë. Domethënë siç ishte rasti për shembull, gjithë ato histori të Aleksandrit të Madh, ajo merrte limonatën që e kanë ofruar ato me 2 minuta film ose 10 minuta, qoftë edhe orë 2 orë, po nuk mund të shkruhet gjithë historia e Aleksandrit për 2 orë film ose 2 minuta video që mund shohë një personazh. Pra, këto Alex kanë përshtypjen që vinë edhe të ndërlidhura me shumë faktorë tjerë, siç është edhe rasti i asaj që thamë ne, për shembull, keq edukimi, me dashakeqësi, duke përmbushur më shumë pikat e agjendës sistemit tyre se sa atë të një misionit vërtet të njeriu të krijuar që nga Perëndia, që nga krijuesi. Po fiks pra, kanë marrë mision përsipër më burr, nuk janë kanë marrë mision të thonjë Zotit të tokës.
Po, ati shërben atit. I shërben atij dhe jo mision, jo në thonjë, kupton? Zoti të errësirës, të errësirës, patjetër. Ai është frymëzyesi kryesor. Po ta shkoqisësh domethënë gjithë këto përpjekje për me na shkataru nga të gjitha anët, ai del fund fare. Dhe ai me brir, që po reklamohet nëpër filma, po reklamohet kanë dalë dhe hapës tani kur bëjnë këto Halloweenit, del një satan me përmasa gjigande atje. Po ja adhuroj njerëzit. Me qenë se ndole kjo, Alex, te kjo temë, si është përhap shumë, është kthyer shumë e modës. Çfarë mendimi ke për të Halloweenin? Se është kthyer edhe në trend edhe këtu në Shqipëri, shumë njerëz, ndoshta nga padituria, ose thjesht për me pasi se be për me dal nga shtëpia, për me festu, edhe e përfaqësojnë idealisht nuk di çfarë është festa, a ke informacion çfarë preardhje ka dhe çfarë në të përmasa ka shkuar dhe sa i gjen veten njerëzit, pastaj edhe shqiptarët. As i gjen askund, nuk e gjen veten në burr, është ajo që the, thjesht një sebe për të bërë diçka, për të ja vënë emrin po festojmë. Çfarë po festojmë? E ke ditë se po feston? E keni ide me çfarë po përfshiheni me atë gjën e shëmtuar atje? Ajo ka nisur nga popujt skandinave dikur dhe e bënin për nder të vdekurve. Edhe mbanin ato veshjen me skeleta dhe me gjëra për të përfaqësuar botën e tyre. Që neve të gjallë tani po i kujtojmë ata që janë andej nga krau tjetër. Që andej nisi, po në sfond ka aspekte deri këtu është korrekte si gjë, është për tu mirëpritur deri në këtë pikë, s'ka ndonjë gjë të keqe për ta manifestuar deri. Në vendin e tyre po, ata që e nisën atje, ka një kuptim për ata. Po këtë kush e ka bërë pastaj që e ka transformuar? Po. Kjo shtrirje që ka tani nuk ka kuptim valla, neve nuk na përfaqëson ajo gjë. Sepse nëse ne duam të kujtojmë të vdekurit tan, s'kemi pse bëjmë në atë formë. Do të kujtosh vdekurin tënd, më e mirë. Ndiq traditat tuaja. Po, shiko, tani po ti dim gjërat, nëse do të ndihmosh një shpirtin e një të vdekuri, është duke bërë, siç e dim neve nga besimi jon, është që të bësh bamirësi të ndihmosh dikot tjetër. Jep lëmosh diku, bëj një vepër të mirë për nevojat e tij. Po. Si sa bukur, sa thjesht, sa njerëzore. Pse duhet të dalon me gjëra të frikshme ka kaluar me këto brirë tani? Po çfarë si kanë futur? Prandaj them e kanë çuar në nivel tjetër, nivel domethënë ai niveli tjetër është për t'u afruar sa më shumë atij tjetri që ka po lëmsh të botën këtu, që të na afrojë, të krijojmë një familjar. Fillori ushqen edhe fëmijët 4-5 vjeç, që i veshin, i transformojnë, madje edhe nëpër shkolla, edhe në shkolla këtu në Shqipëri, fëmijëve të vegjël do festojmë Halloweenin. Shkon i zhgarrafisin fëmijët, i bëjnë në forma më të frikshme. Por çfarë mesazhi këtu? Do të kalojnë atë frymën e frikës, atë të terrorit, horrorit. Domethënë ato që shikojmë në atë kategorinë e filmave horror, këto tani të bëjnë gjalla. Vjen kjo dita këtu edhe bëjnë qarkullën gjithë anella të tmerrojnë. Ti vetëm që e shikon atë gjë, çfarë ndjesi e ti apo burr? Kur shikon ato kungujt me ato fytyrën e shëmtuar, me ato dhëmbët kështu një po një jo, që e kanë bërë kështu si simbolin e tyre. Vetëm ajo ndjesia që të përçon, që aty e kupton që ajo s'ka një prerje të mirë. Nuk ka një qëllim të mirë. Po sa e vështirë ose lehtë është sot, Alex, duke e lidh edhe me temën kryesore që kemi për dylberat, por edhe me këto manifestime të ndryshme që bëhen, që çfarë është krijuar, domethënë vetëm për me hallakat njerëzit, domethënë. Sa e vështirë është të qëndrosh tek ajo që është më origjinalja, tek e vërteta, tek tradita. E kanë bërë shumë të vështirë, e kanë bërë shumë të vështirë. Sepse po punojnë që ta i bëjnë të vështirë. E gjithë tani ka filluar këtë kohë të fundit që po del haptazi fare se ku duhet na çojnë. Po na afrojnë me atë tjetrin edhe, me atë armikun e njerëzimit, atë të padukshmin e vërtetë. Aty po na çojnë. Po dalin haptazi fare. Ishte bërë një party para ca ditësh tani në Angli, një super party atje, edhe aty në sfond të DJ-t ishin një 5 skulptura të mëdha gjigande, demonësh valla. Tamam demon. Ishin nga 10 metra secili, 5 mbrapa DJ-t në sfond. Edhe njerëzit që kërceshin, hidheshin kështu si të rrbum atje, ai ishte pastër adhurimi demonëve. Kanë dalur haptazi fare. Nuk po e kursojnë fare këtë kohë të fundit. Aty po na çojnë. Ka fituar të drejtë ai Sykuqi. Kështu që unë, ose Tani. Shkurt nga shejtani. Satani, Tani. Tani. Po e ka tërbu gjithë botën Tani alla, me këto shërbëtorët e vet që po kalojnë duke i bërë reklam atit. Në kuadrët kësaj është edhe dylberizmi një nga ato.
një përpjekje shumë e madhe për të na çuar drejt atij. Po pra, ideja është nga pyetja që bërë është si mund ta, për shembull, për ata që na ndjekin, qoftë duke lidhur tek unë me veten me ty, si mund të jemi ne Që ta frenojmë këtë? frenimit, bravo, e frenimit saj, si mund ta frenojmë të gjën. Si sot kemi edhe breza të tjerë, o Alex, si ka ardhur dita, si ka ardhur kjo botë tani, pra ti nëse i flet dikujt sot për vitet më parë se si u shqyer ti ndër vite nga familja e unë e tjetri, nëse ti flasësh me një brez tjetër që do të jetë mas 10 vitesh në moshën tonë, ti flasësh sot i thua që jo po kështu ka pas bë baba im, prindërit e mi më thoshin kështu, Po. skalon domethënë mesazhit e kanalit tek Marsi. Nuk të kupton. Po kur ajo ka nisur që tani, imagjino tani çfarë do ndodhi me brezin e ardhshëm. Ato do e kenë gjithë pakun kompletuar me ato, all inclusive apo. Dhe zogili as i gjën këm. Kështu që me këto ritme që ka nisur tani. Për çfarë duhet bëjmë? Çfarë duhet bëjmë që ta frenojmë ose ta duke parë që kjo gjë po bëhet mos e lejojmë domethënë. Duke nisur nga kjo, shikoni sa hapur po del, sa shfaqur po del, sa para syve po e kemi. Kuptoni ku po na çon ky sistemi, si po punojnë ata shërbëtorët e këtij sistemi djallëzor. Ta kuptojnë dhe vlen prap, bëni të kundërtën, tërhiquni. Është rrymë e keqe, po që po na çon drejt ferrit, që ta dhurojmë atë që duhet ta urrejmë. Se atë urrejtëm vetëm aty është e drejtë urrejtja. Ata se kuptojnë kështu, e marrin formë argëtuese. Pse mos ta bëjmë? Pse mos ta bëjmë? Po. Po tani, po pa një opinion kritik dhe e kuptosh që, shiko, është një lëvizje masive që po na çon drejt atij. Ti kupto dhe tërhiqu. Mos shko me rrymën. Shumë e përlume thot populli jon. Qoftë edhe një pjesë e pakët, bëj një rezistencë. Ajo po bën një ndihmë dhe për pjesën e madhe që s'e ka kuptuar. Se po thon pastaj kur se është ai opinioni. Kur e bëjnë edhe të tjerët, pse mos ta bëj dhe unë. Ti je si modern, ti je mbrapa bote. Po, merr vesh, ti je shumë i lashtë, ti je shumë i vjetër. Po, merr vesh ti. Po, nëse ne jemi të gjithë kështu, ti vetëm ngelim mbrapa, ne po ecim përpara. Këtu po ecim përpara, më shumë ti je duke u zhytur në ato momente, edhe që përparim. Po ec me vrap po merr me kokë atje poshtë. Atje po na çojnë. Edhe për sistemin tani përbën rrezik ajo pakica, atë pakicën kanë frikë ata. Se ajo pakica mund të përshërbesë si një çang, si një kamban për atë pjesën e madhe atje. Janë të hipnotizuar shumica bër. Edhe kjo pjesa e vogël është që ajo, ndaloni çikë frena dha se ku po shkojmë. Që dhe një pjesë po ta kuptoj, mund të shkaktoj zimin atyre të tjerëve dhe pap ndalojnë. Prandaj ato duhet të kapin sa më shumë tifuzët ajo rrymë atyre. Edhe e bëjnë me festivale, me party, me emisione, dalin opinionistë paguar atje që janë të programuar që thonë bëjnë papagallin e sirenat që do të bëjnë gjumë atje. Ua, po s'ka problem tha. Edhe Aleksandri Madha jashtu ka qenë thoshte. Ja, ato janë ato përpjekje, duke se gjëra të vogla, po mbeten ato aty. Fillojnë të punojnë, ta gërvishin, ta gruajnë. Edhe prandaj duhet kemi një mendim kritik të gjërave, mos i merrni shablon siç ne i servirin. Sepse ato që po na servirin është të vjen me mbështjellje se të bukur si një tort ose një është vërtet. Edhe ke vënë brenda. Vjen aq bukur, vjen aq omël, domethënë sikur po të shërben ty. Për shembull rasti që po thua ti, për shembull për në Angli, un kam dëgjuar nga të afërt mi që thonë që atje nuk guxon dot që ti të kujdesesh për fëmijën tat, të këshillosh fëmijën tat, dhe ti flasësh për normat dhe tradita, ta ushësh si çdo ti më. Të ndjekësh ti të pasosh atë, se kjo është pasuria vërtet tek një prindi tek fëmia vet, të trashëgoj atë se çka ka trashëguar ndër vite, të mbaj atë bërthamën e fortë, fuqishme, që thot po, ky është djali i filanit se ka këto parime. Dhe po ti flasësh ti thuash fëmijës që kujdes që për shembull ka raste që po më tregoti shembull një afërm im që jeton atje në Angli, thoshte që ndina ka pyet mësuesja kur kam shkuar një herë, tha mos thirrri për djalin. Pse thash që nuk do vishesh me ngjyrë rozë për shembull. Edhe kishte thënë ki bolla të djalit dhe i thonë se që pse do vish me rozë, se roza është për femrat. Është që do ta veshim femrat. Jo tha, e roza thash për gjithë tha. Pse ande duke këshilluar, duke folë, duke shpjeguar tani mësuesi, duke thënë që pra ata ta kanë marrë në dorë domun fëmijën. Po, ajo është. Atje nuk është më liria, pra nuk je ti më atë pavarësi, nuk je më atë
Tonë që ti si prind tikën dhe roli jo, domethënë. Po nuk të përkrasin të fëmijët edhe të thotë. Ta ka sistemi në dorë. Do i edukojmë ne ata, do i japim ne direktivat si të mendoj, si të vishet, si të eci, si të flasi, si të ndihet. Po atje në Angli është bërë dhe ide më e madhe, përqindja më e madhe e meshkujve atje janë kanë kthyer valla, kanë kaluar në bilberizëm. Bushi, kthej pllakën. Është keq fare atje bur. E tani Anglia që supozohet se është vendi i përparuar, është kështu, po ka probleme serioze morale më valla. Edhe po ora morali është çështje kohë të bin gjithë vlerat e tjera. Prandaj delëm te ajo pyetje që bëri ti pse mësojnë kaq shumë po, fiks kjo është. Po ora kjo pjesë që ti të humbash identitetit tënd, aty pastaj çfarë të frenon ty që mos bin dhe gjërat e tjera pastaj. Pra këto e kanë si pikë kyçe kryesore. E din ata atë punë. E dinë që po u shtrembrua ajo gjë. Aty nuk ka më bosht, nuk ka më bazament. Ata po godasin ato. Rënjen. Ti je burr valla, ti je gru, qëndro aty ku je valla. Qëndro aty ku je, shërbej asaj natyrës që të ka dhënë vetë Zoti valla. Çam dëgjon mua atë tjetrin, atë me brir. Ai do këto mikset. Ato shkartiset, ato përzierjet. Edhe pastaj kjo financohet nga llozhet e masonerisë apo këto lëvizjet e këtyreve. Siç nisëm me lëvizjet feministe, që i futi krenarin fermës që doli nga shtëpia për të bërë karrierë, edhe fëmijën pastaj se kush do e rrisë, se kush do edukoj. Po për fëmijën pastaj e marrin të dorëve, se si ferma ka ikë me bë karrierë. Po edhe pastaj fëmia përfundoi pastaj kur përfundon fëmia, nesër fëmia tjetër pas disa vite do të trajtoj direkt se ka shumë më të lehtë. Shikoj sa mirë kanë menduar gjërat për keq, sa sofistikuar janë. Janë ata që janë prapa skenës, brapa kësaj perdes tu, janë tmerrsisht të zgjuar, po kanë zgjuarësi djallëzore. Ata e vën trurin punë se si të shkatrojnë njerëzit. Po ta përdorshin për të mirë, kjo do ishte paraj, sa që zgjut janë ata. Po e përdorin me shkatrur njerëzit apo. S'do kish nevojë për parajsën tjetër. Po do ishte kthyer botën paraj, se pastaj do shkoshin, do ishte bërë kjo botë parajsë e vogël, dhe pastaj do shkojmë te parajsa e madhe. Po këta krijojnë një ferr të vogël që të shkojmë te ferri i madh pastaj. Këtë po bëjnë nga e kundërta, çdo gjë nga e kundërta. Në kohët e lashta ka pasur popull të tillë dhe çfarë ka ndodhur me ata që të kthehen pak me atë se çka po ndodh sot, çfarë ka ndodhur dikur për të marrë ndoshta një mësim, se për të bërë një lloj krahasimi. Kjo ka qenë dhe më përpara, me mira vite përpara ka qenë. Po ai shiko, unë e them kështu ndryshe këtë pjesë që ta kuptojmë. Siç punon Zoti për të ndihmuar njerëzit, për të qenë ata që duhet jenë, kështu punon dhe ai kundërshtari. Ësakt. Domethënë, atë që po bën sot kundërshtari e ka bërë dhe dikur. Historia përsëritet vazhdimisht. Ai ka dashur gjithmonë ta degradojë njeriu, ta nxjerrë nga roli vet, nga natyra vet, nga gjithë vlerat që karakterizojnë. Ky fenomen ka ekzistuar për herë. Që në krijimin e Jo tamam që në fillim se ka qenë gjatë më të pastra, pastaj filloi duke ja ndryshuar çik ato gjërat e i ligu. Jo, ai ka bërë disa ngacmime të tjera, pastaj ka kaluar në të pikë. Po. Se nuk e solli direkt. Nuk e solli direkt, po saktë. Fillon me gërvishet avash. E kisha fjalën me pjesën e betimit, pra ky ka qenë misioni i vet botës errët, pra djallit. Po. Që ke pjesë e betimit që i tha që unë njeriu tënd do ta bëj që të mbesoj mua. Po. Pra dhe këto janë gjithë ato elementet që djalli përdor për të tjoshur, për ta bërë më të lehtë, më të bukur, si sa bukur është ti je kështu, të vishesh kështu, bësh ashtu, Po, shikoj edhe herë këtë, mendoj edhe herë ashtu, s'ka gjë të keqe këtu. Prandaj shikoj po fitojnë çmime nderi këta që janë kështu, i kanë për poste kyçe. Po, vën punë direkt sapo. Po, që ka gjë e mirë, Eurovizioni fiton atje, je kështu edhe. Ka gjë bota për ty, Do marrësh famë, shikoj sa të famshëm janë këta që e kanë kthy pllakën. Po çfarë ndodh me këto popujt atëherë? Si ka nisur domethënë ky devijimi atëherë dhe aja kureshtja. I fut atë idenë e kureshtjes ai. Gjithmonë ngacmon me anë të kureshtjes. Provoj. Çfarë ka pasaj perdes? Si do ishte po ta provoj herë këtë si ishte. Tani, okay, e morën vesh, burr, gru, aty palosën bën ç'a bëjnë, është e vjetër kjo valla. Kthej herë, provoj edhe këtë anën tjetër. S'do të gjej gjë. Pastaj e bëre një herë, nuk ka problem valla, të riqesh po s'pëlqeu. Po aty është sa të fusi një herë në kurth është ai. Por e një herë pastaj ka ndor ai. Thot, ama se si ishte edhe aq keq, por edhe herë dytë, edhe herë tretë. Aty pastaj të kthehet në natyrë ty ajo. Të kthehet në gjendje normale. Pra të kthehet normale dhe ajo se çka është normale, të kthehet normale. Po, gjithmonë përpjekja ishte të përmbysi atë që është në këmbë, më të kthyej mbrapsht. Gjë që ta përmbysi. Sepse ai është mbrapsht.
Atë që ka bërë Zoti parë, ai do ta godas ta kthej mbrapsht. Gjithmonë kjo histori ka qenë për herë. Ka qenë përhapur shumë në ato kohë? Jo, sa sot jo herë. Jo sa sot, ëh. Sot është bërë nami i zi. Është rëndshëm fare dhe një nga arsyet që do bjeri flama gjithandej ka për qenë kjo. Një ndër arsyet, ëh. Është shumë e frikshme, ka arritur në nivele të mëdha, po. Edhe nuk po pyesin fare më, është kthyer në trendin nga këta njerëzit e smur që i kanë çdo gjë në dorë, i kanë shijuar gjitha, ata kanë më kollaj të priren drejt këtyre gjërave të smura. Se i mungon diçka. Nuk i shijon më normale më burr. Ata janë të smur psiqik. Në vend se këta, se mos kalojmë kështu tani që mos të duket sikur i urrejmë ata njerëzit. Nuk i urrejmë as pak ata njerëz, se ata njerëz mbeten tek e fundit, sado të përpiqen të mbushin mendjen vetes tyre që janë diçka tjetër që s'janë. Problemi tyre, po ajo që po themi këtu nuk është se kemi një ushqim një urrëtie për ata njerëz. Përkundrazi i duam njeriu, po jo smundjen e tyre. Ata kanë nevojë për trajtim. Duhet të ekzistonin qendra që trajtonin pikërisht këtë lloj smundje. Smundje psiqike quhej në vitet 80 burr. U fshi nga lista e mjekësisë, që mos ekzistojë ky term. U është duken fare që të kaloj pastaj si diçka normale. Nuk ekziston asnjë vend që këta të trajtoj edhe të filloj të ndihmojë burr. Asnjë vend. Siç mund të bëjë një që ka trauma, për shkak që shkon te psikologu, që edhe me këtë psikologu jam shumë dakord, po të ekzistojë për këta diçka burr, nuk fare. Shumë prej tyre kanë kaluar në vetvrasje burr. Sepse kanë përplasje brenda natyrës tyre, sepse diçka nuk shkon. Janë gjithmonë në një përplasje të vazhdueshme. Ata nuk janë kur të lumtur dhe të gëzuar. Po pse shtirën sikur janë ata? Shtiren kur dalin televizor aty kur bëjnë ato parade sepse i shërben një roli të caktuar, aty shtiren ata. Po sa zgjat kjo shtirje? A nuk lodhet njeriu duke u shtirë gjatë gjithë kohës? Ata sikur se ka dhe njerëz që janë vërtet të mirë aty, po ti ftojnë në një emision që janë vërtet të sinqertë, edhe ti thon, ti vllai dashur që ke këtë dobësi, këtë mangësi. Na thuaj diçka, si ndihesh ajo bota jote që përjeton këtë gjë? Edhe ti je sinqert. Aty do dëgjosh ti realitetin e hidhur të këtyreve. Aty do kuptosh se çfarë bote jetojnë ta. Ata janë fat keq, ata janë shpërtar të keq. Do t'i ndihmosh. Si një që ka kancer për shembull. Që trajtohet ajo si smundje. Edhe këta duhet të trajtohen se kanë smundjen këtu. Është çorientim identiteti. Ata kanë humb veten. Edhe nuk ekziston një institucion, një diçka që t'i marrë përsipër që ti sillin vetë apo. Po çfarë të institucionet po i bëjnë, po e shtojnë më shumë, po punojnë për të. Ata po e mbështesin, po, fiks. Shive, domethënë sa seriozisht e ka marrë me i smur më shumë, që nëpërmjet tyre të smurin dhe pjesën tjetër që është e shëndetshme. Se ajo pjesa e kalbur e mollës që po e le aty, po si ja hoqe me thik atë, ajo nesër pas nesër do kalbi dhe pjesën tjetër të mollës. Jo, i duhet që të jetë aty ajo pjesa e kalbur. Që të përhapet. Edhe pastaj për ndihmë harroje se nuk këta ku ti mshojnë më shumë. Kjo që ata po se kuptuan vetë këtë gjë, se i është bërë aq shumë reklama, që hedhur aq shumë para, sa që i kanë mbushur dhe mendjen natyreve që shiko, sjellni duke bërë gjë të gabuar. Ajo që jeni ju po është zgjedhja juaj dhe është okay. Është një ndër 72 orientimet seksuale që keni zgjedhur, domethënë. 72. Nga 2 i futën edhe 70 tjera. Se kuptojnë. As du ta kuptojnë, a ku dëgjojnë? Por që mbështetet fuqishëm. Tu të qëndrojmë. Mbështetet shumë fuqishëm, para e madhe. Edhe këtu kemi këto masonët e famshëm që i falen direkt e Bafometit, një nga emrat e Satanait, që i thot atyreve, shiko se fusni këtë në shoqëritë e botës, sepse e di shumë mirë se çfarë shkatërimi sjell, që e zemëron dhe Zotin kjo gjë, se i krijoi dy gjini, edhe i bi që ai pastaj të tërhiqet, që të kemë mundësinë të i bi këtyreve pastaj. Se i prish punë Zoti atyre, se po doli nga mesi Zoti, pastaj teqin mbrojtjen e tij, sepse kjo është e urryer në sytë e tij, kjo gjë. Shumë e urryer. Siç e kishim atë rastin që ta thashë në emisionin e fundit me Sodomën dhe Gomorën e famshme. Aty u praktikosh e fuqishëm kjo gjë. Aty është galuar në kalbe komplet. Edhe ja lëshoi shufurin dhe zjarrin e zhyти poshtë tokës pastaj. Aq e urryer ishte. Se dalin disa aty në televizor dhe thon pse Zoti do të gjithë nuk bën dallime, nuk ashtu. Dakor, me i do të gjithë nuk bën dallime. Po kjo Zot thotë që do dhe smundjen që ty të ka zënë. Ai të do të shëndetshëm. Nuk do të smur psiqik. Edhe që si ngatarojnë, si përcjellin. Përpiqen shkretët me e kalu,
po zuri, po nuk është kë po bin tani. Ti mund të bësh filozofin t'ja kalosh në një nonë, në një gjyq që s'ka haber. Po janë edhe njerëz që mendojnë. Prandaj edhe ajo përpjekja që bëjmë këtu është edhe ju të mendoni që mos ta hajmë djathtin për sapun. Sapunin për djath. Kupton? Ajo është. Rezistencë, duhet bëjmë rezistencë, të kuptojmë çfarë është ajo të ndajmë të shëndetshme nga e somura, edhe nëse mos i shikojmë për buzë këta njerëz, edhe këta kanë nevojë për dashuri. Ata ndihen shumë bosh. Po edhe ata dashuri kërkojnë kur dalin kështu, duam dashuri thonë ata, ju na paragjikoni, ju na bullizoni, ju na bëni, ju kështu, ju ashtu. Jo dashuri të sinqert me interesim, unë të dua ty që ti të kthehesh në atë që të ka kriju Zoti, ti je njëri me gjinën tënde, edhe të rikthehesh me atë që ke humbur. Me atë lloj dashuri, unë të dua ty të shëndetshëm. A ka Alex, a di ti rasti që ka kthim për shembull, ka ilaç për këtë? Kam dëgjuar, kam lexuar më saktë raste që janë kthyer këtë tillë, që e kanë pranuar që kjo gjë nuk shkon, zgjedhja e tyre është komplet e gabuar, rruga që zgjodhen, edhe janë përpjekur. Kanë kërkuar ndihmë vërtet nga njerëz që mund t'i ndihmonin dhe i ndihmuan, që e dinin që do i ndihmonin. Me sinqeritetin më të madh kanë shkuar dhe kanë thënë, unë e di që jam gabim dhe dua që të ndihmohem, por nuk e arrit dot vet. Dhe me kalimin e kohës, këta njerëzit që arrinë t'i ndihmonin këta, u bën vetëm. U shëruan. Ishte një tillë Dylberi ishte ai që ka qenë ky tipi, ky Konstantin e kishte emrin, edhe ishte kështu. Ditë mas orës 12 darkës ai u vishte me taka, me gjona, u lynte, u bote. Edhe po i erdhi deri këtu pastaj i provoi gjithaj. U velëlla, i shkoi pislliku aty ku s'mate më. Po nëse kthehesh Alekso, ç'a ndodh me këtë njeri? Edhe ai u martu pastaj, i gjetën dhe gruat atit, edhe ka dhe kalamoj, edhe jeton i lumtur. U shërua valla. Burr zotni. E kuptoj që ajo zgjedhje ishte komplet. Nga burr kthye burr zotni. Po, tamam zotni, u bë. Familjar. Ka mundësi që të kurohesh. Po patjetër që ka mundësi jo burr, mjafton ta duash. Dy derash e hapur. Po. Për sa kohë jemi në jetë, për sa kohë rrev zemra këtu, Zoti na jep neve kohë dhe pret që ti mund të ndryshosh. Prova që ai po na tregon neve që ti mund të ndryshosh, është vetëm fakti që je zgjohemi në mëngjes. Po ti jep një shans të ri, çdo ditë është një shans i ri, që të bësh një përmirësim përpara, jo mbrapa. Ti për shembull do ta merresh dot vet një rast në dorë që ta këshillosh ose të bëhet çmos si të luftoje që ai të kthej në normalitet? Me qefin më të madh, me gëzim të madh bile do e bëja. Vërtet? Po shikoj, por neve një nga gjërat që karakterizon njeriu është që ti ofrosh ndihmën tjetër të burr. Nga momenti që ti e di që ajo është diçka që nuk shkon, pse mos i shtrish dorën e ndihmës? Ç'a të pengon? Ndihmo edhe atë, edhe ai është në hall, në nevojë. Po si mund ta ndihmosh për shembull? Po shoqërohesh me atë, e takon her pas here, i flet, e dëgjon, i krijon atë konfidencën. I tregon që ti ke shpresë të ndryshojë ai duhet ta kuptojë që ti nisesh mirë, se kjo është shumë e rëndësishme. Po, kjo është kryesorja. Që ti po i afrosh atit me një interes, me një interes pa interes, me një sinqeritet të madh. Nga momenti që ai do e kuptojë që ti vërtet ja do të mirën, ai pastaj fillon të bën hapje. Hapet brenda vetes vet. E të dëgjon pastaj ato këshillat që i thua. Mjafton ti fitosh besimin. Se ata viktima janë burr, kupton? Edhe ata janë në gjendje të kuptojnë nëse dikush i afrohet me sinqeritet për të mirën e tyre. Edhe aty pastaj thon, paska shohin një dritë në horizont ata, në atë botën, në atë tunelin e errët që gjenden. Shohin një dritë të fund fare. Edhe thon, tani s'kam takuar në herë në dikë që të vit më afrohet me kaq sinqeritet, duke më dashur të mirën. Edhe aty sa i fiton ti atë besimin që ti vërtet ja do të mirën atit, ai pastaj fillon të dëgjon dhe ti pranon më kollaj ato këshillat. Aty fillon procesi i kurimit pastaj. Derisa ta kuptoj, edhe një ditë bukur, thot, më kanë shërbyer shumë ato gjëra që ti ke thënë deri dje, të falenderoj pafundësisht, sepse gjeta veten. Po nuk e frikti që për shembull mund të infektohesh vetë nga kjo gjë? Jo, pse kam atë frikë? Pse ta kem atë frikë? Për shembull, duke u shoqëruar me një njerëz të tillë, nuk është ajo, për shembull, jo, nuk e kam personalisht me ty, por duhet dal te kjo, domethënë, ke pjesa e shumimit tyre, domethënë, a është ngjitse kjo? Pra, nëse dikush e pranon shoqërinë e tij
një person të tillë, a mund ndikoj për keq tek ai para që përhapet? Ajo pastaj varet nga karakteri i secilit. Nëse ti s'ke vet bazament, nuk je vet i themeluar, i rrënjosur në ato parimet dhe vlerat, aty pastaj ti je ekspozuar dhe po, pse jo, se e shikon pastaj ta provoj edhe unë këtë mënyrën e jetesës të këtij. Kësaj që ndihet çun, siç kam i të lagje atje që ndihet çun. Ka pre dhe flokët, edhe si çun, ecën gjitha çuni ka. Ti ke tentuar për shembull me këtë që ta ndihmosh? Nuk i afrohem dot sepse ajo ka mbështetje të fortë nga familjarët e saj. Edhe familjarët janë dakord, ëh? Po, me baban, mama, kanë kështu sikur e kanë kthyer në idhull atë. Edhe ajo ka një shoqe aty. Ajo i jep që është bosi çun, i jep motorit, ajo u ri nga mrapa, kupton? Edhe po ti shohësh to, një që se di. Ai që është bosi çun. Po. Po këtë tjetër është riun apo? Me flok gjata, është tamam duket që është vajzë. Edhe po ta shohësh të skenën aty thua këta janë çifte por. Komplet edhe pamin ashtu e ka dhe të ecur në mënyrën se si flet, si lëviz, qëndron kështu. Mos janë të dyja kështu që janë të lidhur me njëri tjetrin? Apo po tani mua më duket sikur ka kaluar gjendje të smurta të dyja ata tani po. Sepse dha ajo me flok gjata, se kështu do ndajnë tani, i duket si diçka e shëndetshme atë që ndan me atë me flok të shkurtra. Nuk shikon gjena ideal, po nga që ka marr pamje dhe stil djali kjo me flok të shkurtra, si duket i ngjit më shumë atë edhe. Të dy janë gjendje të smur. Tani po e pa ai që kam lagje aty do kuptoj se për kë kam fjalën. Po rri. Po ne unë mora si shembull tani këtë, aty. Sa i molli është. Edhe ka bodhe ca debat aty me ca ato të lagje aty e kam parë dhe ça agresiviteti që ka më burr, ça krenarie që ka. Sule tamam si çun kështu, si çun haram edhe. Tër nerv, tër kështu. Çdo gjë e ka çun. Tani, jo, për këtë si e sigurt ti? Çdo gjë. Okay, kur shkon VC tani nuk e di, aty pastaj aty kthehet vetëm aty është momenti. Aty do të jetë momenti që kujtohet se ç'a është. Welcome to the world. Atë ndihmon VC-ja që ti thrasi mendjes ndoshta, se me ju ofru dikush nuk ka për ta lënë ndonjëherë. Unë ndihemi kështu siç jam thot. Kam gjetë vetë thot. Edhe ti kthem asaj pyetjes që the ti që mos rrezikon dikush kur i afrohet. Është karakteri, nëse dikush i ka vendosur ato rrënjë, ato themelet, i ka ato vlera të qarta se kush është, që ka gëzon identitet të shëndosh të asaj që është, nuk besoj se rrezikon. Pastaj është dhe kjo tjetra, nëse një njeri kush është pika e fortë e dikujt, se nuk mjafton thjesht karakteri yt personal që ty të karakterizon. Nëse dikush është një që i beson Zotit, e di shumë mirë sa i çfarë kërkon. Ka frikë atë që mos të dali nga rregullat dhe nga ligji që ai ka caktuar. Edhe kjo është një goxha fortesë, aty kapet fort ai. Edhe ajo puna e rrezikut kalon në asgjësim, domethënë nuk rrezikon. Edhe kjo e bën më të fortë akoma që ti të më bindës. Për ti të treguar që shiko, ktheu në ato vlera që ke humbur. Pse nuk e do Zoti këtë? Pse nuk e do? Pse është aq e urryer në sytë e tij? Po sepse ai e di shumë mirë se kush është e mira për ty e për mua, sepse ai është babai i madh. E di se çfarë është ai që të shërben, se si duhet të jesh. Nga dora ti kemi dal. Edhe nga momenti që ti kalon në një diçka që ai nuk e ka vendosur, nuk e ka caktuar, normal që nuk e do pastaj, se ti po largohesh, po ikën nga ajo originaliteti jot, po i del nga dora e ti, edhe po shkon te ai dora ti tjetrit. Edhe po të paralajmëron, ti jep në shpull ndonjëherë, ora se po shkon drejt shkatrimit apo. Do humbasësh. Siç humbën ata që i zhyti poshtë tokës. Se ata nuk bëheshin më. Kush? Ata të Sodomës dhe Gomorës. Që sot të quhet. Po që dham shembull herën tjetër. Po, që sot e kemi në hartë deti vdekur quhet. E dinte që ata nuk bëheshin më, ishin pari kuperueshëm ata. Sepse mund të kishte dhënë shansin atyre. Prandaj i tha Lotit dhe familjes vet, "Dil ti, se këta nuk bëhen më. Do i zhduk fare." Kupton, ata nuk kishin dolën prap. Kishin dalë nga rol, dolën prap. Dolën prap që janë sot. Po. Jo, prandaj ta bëre pak më parë pyetjen që ndër vite në epokat e lashta, po, rikthehet. Ka pasur dhe do e dilet e kjo, thjesht për ta lidhur pak për t'i dhënë edhe mesazh, meqense përflasim këtë temë që vetë Zoti i ka dënuar këta
Po, Këto grupacione të tilla, domethënë, ose këto njerëz të tillë. e dënoi, nuk është se do t'i dënoi, po këto e dënoi veten e tyre. Po ai me këtë që ndodhi na dha shembull brezave të ardhshëm që kjo nuk është e pëlqyer para syve të tij. Jo çështje egoizmi nga ana e Zotit, se nuk ekziston ajo gjë. Po nga që nuk na shërben më burr, jemi jashtë rolit. Jashtë asaj të normës që na karakterizon. Kalon kufit aty, kalojnë caqet pastaj aty. Edhe mirë thej që tani kjo u rikthye, kjo tregon që na presin ditë jo të mira në të ardhmen e afërt. Që përkthehet, e kemi thënë disa herë këtu se po bëhemi të bezishëm, që përkthehet do shohim raketa tani neve, do ndodhi një shfarosje që se kemi parë ndonjëherë në histori. Ore kur më përse kena kaq kohë që e themi edhe kemi armi pikë që themi tani kur të ndodhi më. Apo sa kemi që po e themi 35 emisione, po e kemi të thënë deri tani. Po më 35 emisione i thon disa muaj. I thon xha. Apo sa u bë. Që do ndodhi nuk e pranon Zoti këtë gjë. Nuk mund ta lejë këtë gjë. Pastaj është ajo tjetra. Por tani se nuk e di, ta bëre se pyeti pak më parë apo jo. Po çat keq që sillin ta. Ja se do i kthejmë, se s'ka problem. Po, po, që ta kemi përmbyllje atë si çat keq që ka për shembull po ti je kështu. Të kesh to si mund ta quajmë për shembull, këto pëlqimet e tjera, këto gjëra të tjera. Po s'ka ti je dylber, domun çat keq që ka ti je dylber. Humbet misioni, humbet qëllimi i ekzistencës tënde. Sepse Zoti kur tha në fillim kur doli Adami dhe Eva kur i nxori nga kopshti i Edemit tha, "Shtoni dhe shumoni." Burr me gru do shtohesh do shumohesh. Me këta nuk shtohesh, as nuk shumohesh. Këto e ndalojnë, është e kundërta e kësaj porosie e këtij urdhrit. Aty me këta mbaron jeta. Zoti dha jetën që të shtohemi. Me këta ndodhe kundërta. Po mirë, do thoshe dikush tani që edhe porosia e Zotit ishte që mos e hate mollën. Pra dha tjetër porosin fillim e pas kaloi te kjo që shtohuni dhe shumoni. Pra edhe kjo tjetra që po ndodh sot në dylberat është deri diku me porosinë e mollës. Ke ngrënje e mollës. Po ngrënje e mollës është kjo. Ke mos ngrënje e mollës para, që Zoti tha mos e prekte mollën. Po. Por edhe sot këta me këtë që po bëjnë, po shkojnë nga ajo që mos prekë mollës. Po, edhe një mos është. Ato prap aty shkojmë, do e hajmë prap. Jo, se kuptove, du të dalë te kjo. Pra, mos prekë mollës, do të thotë që ishte shkelja. Ishte shkelja, okay, po do të thotë që nuk do ketë më zhvillim. Pra, nëse Adami nuk do shkonte ke Eva, ti po thua çfarë do bëhesh nëse nuk do të ndodhte ajo shkelja e Jo çfarë do bëj, por jo, ideja është barazia. Po marr guxim, po e bëjmë më shumë si mos keq kuptojmë për gjithë ata që po na ndjekin, por po futen pak në rolin e ngacmuesit tani, që të nxjerrin diçka akoma më të mirë edhe për ata që po na ndjekin. Po. Pra, Zoti tha që Adami nuk do ta prekë Evën, apo jo? Po. Me s'do kishte shumim aty, nuk do kishte shkelja ato do të nuk kishte shumim. Por edhe këta sot me dylberat, pra mashkull dhe mashkull, femër me femër, dalin po ke njëjta përfundim që nuk ka shumim. Pra edhe Zoti ka thënë atëherë që tha që nuk do ke shumim, edhe ta. Po, ajo e para ishte brenda rregullave, ishte brenda dëshirës së Zotit, sepse ato kishin lidhje me Zotin, nuk i kishin humbur. Ajo humbja ndodhi mbasi u bë shkelja. Kurse nga momenti pastaj që ai të keqin e ktheu në të mirë, atë mosbindjen e mendoj që ta kthente në të mirë, që tani e tutje do shtoheni. Vin këta tani e bëjnë këtë mos shtimin, po duke u bindur atij tjetrit kësaj radhe, jo Zotit. Po kur i bindesh atij tjetrit, aty pastaj ti punot si ke mirë. Aty diçka nuk shkon pastaj. Edhe kjo është domethënë dallimi. Se ishte ideja që nuk do shtoheshin njerëzit po të ishin vetëm këto dy, po ishin burrë dhe grua ama. Sepse e dinë si ishin dy të kundërta të si gjini. Kur tani këto po shkojnë me të njëjtën gjini. Komplet shtrëmbrim. Tani po mos kishte ndodhur ajo shkelja atje, nuk e dim si do ishte. Do qëndrojnë këta të dy. Po Zoti e dinë që do ndodhte shkelja. Po, patjetër. Jo, nuk ta thash për këtë se te e kemi thënë dhe e kemi të njohur. I kishe marrë masat. Po, e qartë. Tani dalim tek mesazhi që ta përmbyllim gjithë se çka. Po, para se mesazhi se aty që e lash që do thash. Po, tek ajo. Përveç kësaj që i shkojnë me të njëjtën gjini, është edhe kjo tjetra, se kishin pyetur një atë dikur në shekullin e 4, e kishin pyetur, e kishin thënë kur do vi fundi i botës. E kishte thënë kur gruas
ti iki turpi, kur femra të dali lakuriq, atëherë do jetë afër fundi botës. Lakurisin sot e keni në nivelet më të larta. Kudo, në gjithë vendet, në një vend më shumë, në një vend më pak. Është kjo një shenjë që jemi afër asaj. Kurse kjo këtu e dylberizmit, kjo i dha gaz pastaj. U bora këtë situata, do e përshpejtoj akoma më shumë atë që do na vijë mbas pak. Të do të thoja, tani çfarë të thotë për mbyllje? Jo, për këtë kisha unë që po thoya pak më parë me pjesën e fundit botës, domethënë me raketat që theti që ne kemi paralajmëruar, kemi thënë gjithmonë edhe me shenjat e tjera që po ndodhin nëpër botë, jo luftrat e tjera, digitalizimi, se janë shumë fronte që i kanë dorë këta sot, domethënë, që rrejnë veten që i kanë dorë, normalisht. Po, për digitalizimin që the tani, doli para ca ditës Elon Musku, sepse e kthejmë prapë të sken tani atë. Dorë plak tjetër. Po, edhe tha që janë shumë gjëra, duket sikur bim përsëritje, po këto as ta lënë asnjëherë pa informacion që të flasin, pa ngjarje. Gjithmonë ato sebepe brum, kanë shumë brumat atje. Edhe tha që 2027 tani nuk do kemi më këto plakat, këto telefonat nëpër dur. Do e kemi brenda vetes tonë. Do flasësh ti sikur u flet me veten. Do i thush biri çik Altinit telefon. Do i bie ajo programi atje, do flasësh duke ecur. Po mirë si keqen, çka ke bëu? Mirë, nga ishe dje. Po e kanë bëu deri diku, e kanë bëu me këto kufjet që vjen të kufjet e vogla tani. Shikon si përgatisin. E kanë sjell me forma nga më ndryshme, madje edhe ky Joni i gjatë i tha që pallosh i gjatë. Se ishte këtë termin. Ndoli këtë. Jo, atë ka dalë atë përgjimet e këtyre. Aha. Belindës edhe i thoshte Ramës. Dikujt tjetër për Ramën e thoshte ai pallosh i gjatë. Ashtu tha, Edhe pallosh dhe i gjatë, po ja është një ta kuptim, nesa ajo është. Po pse ka pallosh shkurtër? Është analfabete nesa, feminist. S'po thënë edhe llafa. Është analfabete. Kompleto burr. Po si nga pastruese. Më shkriu. Po jo është burr. Po si nga pastrueset e vilave nëpër Greqi atje vjen këtu. Ka pastruese vilash? Po atë pun ka bërë burr. Jo se dua që të. Jo, të gjykojmë. Jo s'ka nderuar. Bravo, s'ka lidhje po. Pse pastruese ka qenë? Po pastruese ka qenë burr. Si që i kanë plot emigrantë atje dhe familjet do punonin, gratë shkoshin pastroshin fëmijët e grekëve. Imagjino si ndjen ato që janë pastruese sot për shembull. Ku ishin? Në Amerikë, ku ishin? Greqi këtu, vendi i fshin. Gjithë me ne. Imagjino sa shqiptarë të tjerë që janë pastrues në Greqi, si s'na ranë ne llotaria të ishim ne. Jo, po mund të shpresojnë se ja, shikon, ishte doli kjo, mund të jetë kushdo atje. Kësaj thjesht ja vorën syrin valla. Diku duk, diku shfaq, dikush e pa. Për ta marrim tek këtu valla. Ka dhe çik prezencë këtu ajo. Vetëm se duhet bësh valla që të shifësh apo të shohin to për shembull. Të gjejnë vet ata. Të gjejnë vet. Të shohin vet ata. U si i ndjekin, çdo gjë ndjekin ata. Ç'a mund të ketë bëu ajo për shembull që e kanë pa ato, që ka rënë sy tek ata. Më shumë kanë para të goja gjithani çfarë s'po pyet pyet tani ti ç'a më bëu me rënë sy, ë? Jo thjesht i duhesh një prezencë, një kështu, një cop mishi aty që s'ka opinion fare, që dali aty të bëj rolin e numrit 2 të qeverisë, atje dhe përdoren, e futën aty, zëj vend, sa për zënat e postin, mos jetë dikush tjetër, i aftë, që staftët ta nuk i shkrin direkte. I thjesht i duhet ishte një kukull, një marionet. E gjetën. Ta vazhdoj dhe linjën se më kapi, mori kjo pjesa e palloshit gjatë, edhe i pallosh edhe i gjatë. Po palloshi i gjatë tha që 2007 Shqipëria domethënë me këtë digitalizimin që thej ti, dhe ketë marrë fund çdo gjë, domethënë do jemi do heqi keshin. Po, çdo gjë. Çdo gjë. 2007 dhe i vit 2 vjet më. I 2006, ndoshta i vit, se në 2007 direkt ato sa bëj bau fishek zjarret. Se sa do arrisësh i palloshi gjatë atë 2007. Ja themi emrin tani palloshi gjatë, kemi lejen se ja thot ajo. E tha, kështu që s'ka dalë nga ne domethënë. E tha zëvendësia jote, kështu që na takon ta themi edhe ne, është person publik. Është person publik, është publik edhe shprehja. Edhe përgjimi u bë. Kemi lejen o palloshi gjatë. Përgjimi u bë publik, kështu që tani s'ke ç'a bësh u dhe pososh te termin e ri këtë. Ose i shko kërko llogari tek ajo që të ka thon palloshi gjatë. S'ka punë me ne. Se sa ka përtec këtë 2007, mos u siguro dhaj shumë, mos e ke gjatë sigur domethënë, se do kemi zhvillime të reja. Ai sultani jot i Turqisë, ti je sultani i Shqipërisë. Për sa kohë ka jetë, për aq kohë ka përzgjatë plani juaj. Sa po të bjerë ai ke përtrën ti, e ka përtrën ai, sa kanë përtrën gjithë ky plani i satanisave me na përgju me Big Brotherin gjithani, me na futet çipa nëpër dur, aty pastaj do shkrihet, gjitha do shkrihen. Do kthehet pllaka direkte.
Kështu që gëzolleje për ato 2 vjetat që po thua, nëse do e çosh deri 2 vjet, se me sa po shohim gjërat po agravohen, 2026 do jetë flak fare. Atë Venezuelën atje e kanë rrethuar ato atje, duan me shem direkte. E kanë vendosur, e ka rrethuar Amerika tani atje. Shumë naftë atje më shoku. Shumë flori, vendi i dytë që prodhon flori atje. Jo nga që është ai trafikanti i madh i drogës, si plas për atë gjë. E ke ti cien atje që qarkullon drogën në Amerikë. Që kryp direkt. Që si edhe këtu në Shqipëri pafund për atë punë. Gjoja. Po çfarë duhet me botën në Venezuelën? Tani Venezuela ka dhe atë mbrojtjen e Koreas Veriut, atë qeth me si tas, ashtu? Atë Kim Jong-un. Se ka vënë tasin edhe qethet kështu. Edhe? Po më mirë rrigë tasin sa na bëj do gjonat na bëj tas ne domethënë. Po do edhe i ka quaj shumë furnizime të raketave të fundit, teknologjisë fundit. Venezuelës, ë? I ka marrë të mirë tasi. Është tu e mbështet. Do Kim Jong-un si mos ta ngjon edhe na lçon ai gjë këtej. Po se pak do se çike adhurojnë ata ti si Enverin edhe thot pritet se ju siç tha i ditë, pse e di se tha i ditë ai se shi pa fam, ai është i pa fam. Tha një ditë kush Enveri? Ky Kim Jong-un. Tha një ditë se Gela kur e mora vesh ma than që se ka përshëndetur Enverin nga ne. Se çoj një mesazh ai nëpër botë dhe tha, "Ore, pse adhuroni Krishtin ju tha? Pse sa adhuroni gjyshen time tha?" I mund fare. Pse sa adhuroni gjyshen time? Mi që sa gjyshin portretin e pleqëve të mi. Është papam, këtë tha. Edhe tani po furnizon këta. Të presidentin e Venezuelës. Po aty do plasi tani shpejt thua Alex? Po tani është vendosur që duan ta pushtojnë atë vend atje. Du t'i marrin naftën dhe floririn. Ku ka kështu damare gjona kështu, atje sulen këta. Janë hiena më burr, janë skiftera komplet. Ky është i vendosur presidenti që jo s'bëhet fjalë që unë këtu nënshtrojmë juve. I erdhi dhe mbështetja edhe nga Korea e Veriut, asaj Kim Jong-un aty. Edhe hajde tani për plasu tani. Imagjino çfarë do bëhet në 2026. Unë kam merak dhe tani nëntori, se në marsi dhe nëntori janë gjithmonë të rrezikshëm. Janë gjithmonë të rrezikshëm, ëh. Duhet shoh tani që hyrëm në nëntor çfarë do ndodhi brenda këtij muajit. Kine parasysh, diçka do ndodhi brenda këtij muajit. Se çfarë është, zot bëj parashikuesin dhe profetin siç bën ca, kur dalin atje. Po diçka mund ndodhi këtë muaj. E ndjen apo nga që bën lidhje gjithmonë që në mars nëntor ndodh diçka? Jo, nuk ka lidhje diçka me këta për shembull. E di që i kanë qeftë dy muaj. Kanë qeftë dy muaj, ëh. Marsi dhe nëntori kanë fiksim. Vërtet është, nëntori ishte që radhë tërmeli këne, ëh. Atë. Po. Po jo. Ku ka qenë? Ka qenë shtator nuk e? Do të thotë edhe sikur të bëni një shfletim të historisë, në mars dhe në nëntor kanë ndodhur gjërat më të mëdha. Është ajo 11, atë e kanë qeftë atë 11 ata. Kudo e kanë atë 11-ën. Rrisi javë, sa do? Dhe javë është. Edhe ja ta shohim me ç'do bëhet. Është na futet kështu tani me to minimet tani. Jo, e shikoj, jo se e di çfarë se ka plot don që kanë parë trend komendesh tani që ore çe keni, domethënë çe keni këto mendimi, idera, ju jeni kundër njerëzimit se u shjeni panik, frikë etj, domethënë kush ju paguan, kush ju bën. Asnjë sa paguan, as panik nuk ushqim. Ajo që ushqim ne këtu me përpjekjen tonë modeste është zgjim, ndërgjegjësim. Të vini në vetë dhe mos ti përtypni gjërat siç u servirin. Kjo është gjithë përpjekja valla, çaf panik dhe frikë. Ne po flasim për dashuri, për njerëzit që të kthehen të jenë të shëndetshëm ndërisht. Sistemi është ajo që është armiku jon, që do na impit trurin fare, mos mendoni ju se mendojmë ne për ju. Na konsiderojnë si foshnjë, si të papjekur. Çyryk thoshte ai, palloshi. Gjatë. Brenda kësajt ishte, i gjati. Në kuadër të kësajt, ju jeni çyryk valla, do vendosim ne për ju. Do skanojni, do qiposeni, portofoli digital, thot ai, që prindi i madh që është qeveria, do komandoj foshnjet që është populli. Ashtu na konsiderojnë neve. Pa trut, pa pjekur, çyryk. Edhe ajo përpjekje që bëjmë neve këtu është që të keni një opinion kritik të gjërave më valla, mos i hani gjërat siç pa jo pasojnë, siç u servirin. Nuk janë ashtu siç po na i paraqesin. Është komplet e kundërta madje. Kjo është Chelsea art. Mënit kundërtën, ajo është e vërtet. Po ndi nga Bjondi, çfarë bëhet me Bjondin? Çfarë zhvillimesh ka nga Amerika? Si është edhe, çfarë është qetësuar që situata ka, duket këto dy grupet përplasja civile, lufta civile. Ore shiko, ata e bën këtë gjë, këtë tentativën duke përdorur këtë vrasjen e thonjsa të Charles Kirkut. Po nuk i eci as ajo. Nuk i doli.
Po si ka mundësi te populli është në gjumë fare, është impir komplet domethënë që s'ndodhi gjë? Si e shpjegon që nuk ndodhi? Anglia 1, populli i Anglisë 1 dhe populli i Amerikës 2 janë vendet kryesore eksperimentale. Pastaj Kto janë Shqipëria. popujt më viktima që janë, sepse atje ke Rockefellerin, Anglinë ke Rothschildin. Pa. Ata e nisin nga populli i tyre atë eksperimentin si fillim. Degradim anej sepse kanë ata dylberizmin të Si ka theksuar. mundësi më e këto? Çmenduri atje, ata janë të çmendur. Shumë paradoksale apo kjo që po thua për shembull. Amerika dhe Anglia, kështu siç thua ti, ndërkohë që janë dy vende të më të kërkuar botërisht për të shkuar, për të jetuar. Po, edhe këtë, ja mendoj çik. Pse janë kaq e lakmojnë kaq shumë të dy vendet? Po. Ndërkohë që janë vendet, si shteti që janë dy vendet që eksperimentohet më shumë. Llotaria amerikane thotë ai. Po. Edhe siç ai që ishte nga Korça që tha, i kam njerëzit e mi atje me ilaçe depresive thoshte. Po, është vërtet. E mban mend atë vitin që tha ai? Për pinë shumë atje, marrin shumë ilaçe, pjesa më e madhe e popullsisë domethënë. Kështu ka ndodhur. Në Angli kanë kaluar në dylberizëm që ti rrafshon gjitha vlerat. 80% e burrave. 80% nuk i thon as pak. Si 80% e burrave në Po Angli. kanë prirje të tilla, orientimesh 72 gjërash. Kupton? Kurse në Amerikë punojnë ndryshe. Po bëjnë qëllimisht ato statistike po. Jo, e nxjerrin këtë statistikë qëllimisht që është si puna e saj propagandës që ta kenë më të lehtë për ta pranuar. Që ja, shikon po frekuentohet Po frekuentohet, bëhet. Po ndoshta mund të jetë edhe vërtet. Edhe kjo mund të jetë, po jo, mbahet Anglia që ka një pjesë e madhe të tyre. 72% është shumë valla. Dakor, mos jetë kjo statistika e vërtetë. Shumë 72%. Po vërtet është shumë. Jo 80 thonë ato, 72 janë ato orientimet. Më fal, 80. Po 80 akoma më shumë. Më frikshëm, Kurse në Amerikë punojnë ndryshe, atje i kanë kaluar në psikoz njerëzit. I kanë çmen. Ata s'di ku janë ata. Nuk e kanë trurin në vend atë. Atje bën dhe spërkatjet më të mëdha. Këto vijave të gjata që lënë avionët, siç e kemi ne këtu, ne i kemi shpesh herë. I vendi i parë që tani u ndalua dhe me ligj është Kalifornia. Kalifornia po Florida. Që ndalua për çfarë? Një nga ato të dyja. Që qeveritari i atij të vendit atje vendosi që këtu tani s'ka më spërkatje chemtrails. E thot Roç, Po, dhe u ndalua me ligj. Aty tani po shijojnë qiell të pastër blu, me ajër të pastër. Se tani këtu në vendin tonë janë shtuar këto, po dëgjoj njerëz që po thonë kam dhimbje koke, kam dhem koka, po më zjat gjatë. Janë dhe këto arbur. Se ato na i fusin në ujë, në ushqim, në ajër, kudo më burr. Spërkatjet është top secret çështje, që s'duhet preket. Ke dëgjuar ndonjëherë ti të diskuton në emisione serioze këto? Lejo në një cako që ta përmendi që ja shikoj u fa, po deri aty, po e na jepin një zgjidhje. Ka folur ndonjëherë këta një zëdhënës i qeverisë të flasi për këta që ure nga nisin këto më burr. Kemi një qiell të bukur dhe të pastër atje blu, pa pritur, fillon aty krijon ca kështu, copa ballakavaje. Ca kështu. Katrore, Pse edhe për këtyre ndikojnë gjitha këto luhatit depresive, luhatit e tjera të këtyre 72 grupeve. Po, edhe ajo, ndikon të kjo puna e të tumbas njeriu atë identitetin gjinor. Edhe ajo ndikon. Si edhe ajo e ujë që do kemi në përçesme, edhe ajo ndikon. Ushqimet, çfarë sfusin më burr? Gjitha. Kudo. Ço do I pengonte që të helmoni dhe ajrin kur e bën të ujë dhe të ushqimet. Te cila I mshon më shumë te kjo tek ajri? Po ajri sepse me atë jemi në kontakt 24 orë. 24 orë. Jemi vazhdimisht thith nxirr, normal që I kushtojmë më shumë rëndësi asajt. Edhe pafund elmi në përqell. Janë papa më burr. Leku moll me na shkatru. Nga të gjitha anët janë shumë të aktivizum, shumë zell I madh burr. Zoti na rujt. Vetëm kjo është. S'kem pa se jemi të bombarduar gjithandej, jemi të kapur gjithandej. Në çdo aspekt Punë është që si ta minimizojmë, kjo është e gjitha. Kjo mbetet çështje që se na kanë futur nguack, kjo është, po futën nguack shumë pak ke hapësira për të manovruar. I kanë kapur gjitha dhe tani çka I kanë mbetur? I brenda në çark. Po, tamam çark. E çka kanë mbetur tani të na marrin dhe lirinë. Shëndetin mendor na e kanë marrë. Njerëzit zi ku janë ata. Nuk din pse jetojnë, pse shkojnë, pse bëjnë atë që bëjnë. I shikon nëpër kafe nuk di se çfarë diskutojnë. I liqi shumica e ulën aty, kanë dalë shoqëri për kafe gjoja, e I ke këtu. Gjithë aty. Nuk kanë çan ndajnë më, nuk I punon më. Ka fare.
Edhe i gjen ngushëllim duke u bërë zhytje atje në telefon. Që e dorëzon vetë trurin ti tek ata. Se ti do shohësh aty atë që kanë dhënë ata. Të kanë gjithmonë kudo nga çdo që rrotullohesh janë ata. Ata çuna djem tek qinj. Vetë djalli është nga mrapa. Shkoqur, në fund fare ai del. Nuk shikon, ulesh me një vend dhe nuk shikon një shoqëri djemsh ose sidomos vajzash. Nuk diskutojnë më vëlla. Ke qef të shikosh që ka një temë që po e trajtojnë këto momente. Që këto kanë diçka, kanë forcën e të menduarit akoma dhe po i analizojnë, po mendojnë diçka, një çështje, një X gjë, nuk i ke vëlla. Janë të dorëzuar komplet. I ke aty të zhytur, bëjnë scrolling kështu vazhdimisht. E kanë humb sensin e të menduarit. Këtu shikon që ato kanë arritur në nivele të pëlqyera ndaj tyre, nuk s'po mendojmë dot më. Ata nuk duan që ne të mendojmë. Nëse neve mendojmë, përbëjmë rrezik për ata. Kur mendon, ti gëzon liri, sepse liria do të jetë në mendje radh parë. Nuk është liria fizike kryesorja. Se mund të jetë dikush në burg, po ai gëzon liri mendore më burg. Ai është i shëndetshëm menderisht. Do thosh ti si përfundoj atje. Po ata mund t'ja kenë ngec që përfundoj, se ke një pjesë të madhe që janë kot aty mrena. Kot, po. Pra liria është ajo e mendjes kryesorja. Siç e bëhet atë intervistë që tha ai profesori atje që do publikohet më mbrapa. Atë tha ai, ndryshimi i mendësisë, ajo është shumë e saktë që tha. Po. Këtë po theksoj këto momente tani. Po patëm lirinë e të menduarit, aty ti përbën rrezik për ata. E vërtetë është. Edhe unë atë, siç e thellë për profesorin që theksova, kështu do jetë një intervistë në qendër Tiranës, njëri krejt rastisht rastësor atje në qendër, nga ato intervistat që bëjmë atje dhe nga të paktët dhe të rrallët që ndërtohesh edhe Aleksi që ne kemi bërë këtë gjë që e vazhdojmë çdo javë. Janë të paktët, është e vërtetë që janë të paktët ata njerëz që mendojnë kështu Aleks. Ashtu thonë. Se i profesori që realisht më ktheu kohë pas, jo se jam shumë i vjetër, por realisht më duket sikur ka humbur busolla edhe profesorëve, arsimtarëve të sotëm, me arsimin e sotëm se si kultivojnë ushqen dhe mësojnë të rinjt e këtij vendi. Pra ka humbur misionin komplet, domethënë, nuk është thjesht për të lexuar, por ti nga ai profesori ti merr edhe një edukim, jo vetëm me lexuar, se të lexosh nuk është as problem, sot e hap telefonin edhe mund mësosh me lexu, kupton? Po. Gjesh forma nga më ndryshme që lexon, por duhen leximi, do të ketë edhe ndjesie, do të ketë edhe mesazhe, do të ketë edhe edukimi për çuarje të traditës, kulturës, normave tjera, sjelljes së bashkëveprimit të bashkëjetesës, shumë element tjerë që e ka edukim për ato. Atë që tha i profesori, atë po themi edhe ne tani këtu, edhe kjo tregon edhe diçka tjetër. Siç e the, jo të gjithë profesorët mendonin si ky profesor konkret që patë sot. Pra këtu nuk ka të bëj as niveli arsimor, as mosha nuk ka të bëj, as gjinia s'ka të bëj. Ti vet si je i formuar, ku ke kërkuar? Me çka ke ushqyer këtë gjë? Je i hapur apo je i kapur? Edhe ty je i komanduar dhe se ke kuptuar. Dolën gjitha me rim tani këto. Po. Jo, nga që të vjen shumë natyrshme është e brendshme ajo gjë që thu, prandaj. Besoj se kisha llogarit. Edhe habitesh nga herë me veten, prandaj kem ndodhur mua. Edhe ishte kështu. Do të thënë nuk është shpërthim. Po, ishte doli nga zemra, nga thellësia. Do të thënë nuk është diçka e monopolizuar e puna e dijes. As nuk i përket ai profili shkencor apo se janë disa tha, po shiko, unë nuk mund të them, nuk kam opinion mbi këtë, sepse s'kam mbaruar për këtë X gjë. Çfarë do të thotë kjo më vëlla? Është budallik, ti aty ke vendos ato barriera aty nuk mos më pa më. Nuk jam filozof unë që të kanë imponuar të tjerë atë, ka të bëjë shumë rrethi ku ka jetuar ose ai që foli sot ashtu që i bëre Voxin ti nuk e kishte prej arsimit të bër. Ajo është deri diku. Jo, mua më qefi që ai tha jam arsimtar se unë kam bindje që ai atë se çka tha aty e ka ushqyer edhe tek ata që ka arsimuar ndër vite tek studentët ose nxënësit që ka pasur ndër vite. Po ishte vetë ai. Ky është fati madh, kupton? Por fati keq, sot fatkeqësisht nuk i kemi
shumë profesor pa shkuar nivele kërkesë llogarie ose gjykimi se si jam askush për të bërë të, por po e shohim atë se çka po ndodh në realitetin, atë që ti po thoje pak më lart, domethënë sot dalësh shohësh sheh një nivel tjetër komplet domethënë. Ke shumë profesor, po janë shumë pak njerëz. Po. Ke shumë shkencëtar, filozof, çat dush ti në kapit çdo sektor, po ke pak njerëz prap. Shkolla të jep një dije, një informacion deri diku. Po ti e ke vetë në dorë se çfarë do zgjedhësh në fund fare. Do e ndërtosh ti karakterin tënd. Vlerat, ka atë hierarkin. Kjo është kështu, kjo këtë, dhe i qëndron. Që tregon karakter kur i je konstant, kur i qëndron atyre vlerave. Këtë nuk ta ofron as shkolla. Madje edhe vetë familja deri diku e ka atë ndihmën, atë ndihmën që mund t'japi në formim. Po ti pastaj do arrisësh një mosh që vetë e ke në dorë atë formulimin dhe atë ndërtimin e karakterit tënd. Këtë se si do e kuptojnë njerëzit, pastaj është mbetet. Do e kuptojnë. Këtë do e kuptojnë. Këtë do e kuptojnë se jo se do e kuptojnë nëpërmjet fjalëve, po do e kuptojnë duke e provuar. Dhe sot shumë familje shqiptare po i vuajnë të pasojat. Nuk po themi ne se mos keq kuptohen për gjithë ato se gjithmonë e strikte edhe ndoshta bëhemi bezdisshëm që e themi her pas here se nuk po duam të themi që ne jemi ajka jemi më të mirët apo ku diun. Kemi ne problemet tona patjetër, por ne po e shohim ç'a niveli ka shku e gjithë gjëja, domethënë për pjesën duhet ta lidhim me këtë pjesën e kuptueshmërisë. Pra, jo vetëm që po e kuptojmë, por po e përjetojmë, po e prekin dhe po e vuajnë familje shqiptare të largimin, pra të diferencën kaq të madhe, këtë hendekun te kanalin kaq të madh që nuk po lidhen midis brezave. Pra, sot i thot djali, adoleshent i thot pritit vet, i thot po ku merr vesh ti, po mbyll dhe gojën qep e ti se atë dion, po ku merr se shumë tham. I bën vreti një të riu sot, po. edhe disi thot ka dalë shprehje, kanë këta sot Iko Xhaxhi. Iko Xhaxhi, po. Kur e shikoj në komente, thuj diçka të shëndetshme, diçka të saktë atë, Iko Xhaxhi, i përket asaj kohe ti, jemi ne brezi i ri, i revolucionit të madh, i dim neve gjërat, ju jeni prapambetur. Kush leu me njën e vet pëlqeu, kjo është ajo, kjo është aka si është ajo. E kanë atë mallkimin, atë urimin e bukur atë shkodran. Po kena fjalë turta të bukura ne valla, si popull. E disa vlera kemi ne si popull, po janë kujdesur që neve t'i harrojmë të gjëra. Ne kanë bërë që të dorëzohemi nga ato vlera, t'i lëshojmë vetëm me duart tona. Po kemi shumë vlera, po posoj ky popull ndërgjithësim. Me fat që unë konsideroj veten me fat Alex që kam njerëz si puna jot në rrethin tim edhe aq njerëz të tjerë që kam, domethënë që mundohemi bëjmë disa biseda, siç është kjo bisedë lirë që ne bëjmë her pas here këtu çdo javë, vetëm për ata që na ndjekin, por duke plotësuar edhe njëri tjetrin në bashkëbisedim, bëjmë bisedë ndryshe. Kjo është normale, po ka humbur normaliteti pra. Ka humbur normaliteti, prandaj them që unë e shijoj shumë dhe uroj që ta keni shijuar dhe gjithë ju që na keni ndjekur në Pisk System, në këtë bisedë me Aleksin, ashtu siç kemi edhe shumë biseda tjera dhe vazhdoj të bëj atë thirrjen që mos nguroni ta shpërndani si video miqve tuaj, të bëjmë bashkë me ne, bëjmë një network i mirë, domethënë njerëzish që kalojmë një kohë të mirë me njëri tjetrin, mund na komentoni, mund të thoni pikat tuaja për çfarë do teme që ne kemi hap në këtë diskutim, mund të thoni një ide tuaj, një eksperiencë tuaj ose një qasje tuaj se si e shihni, qoftë edhe diçka që ne s'e kemi prek, por për të na sugjeruar në vazhdim në episodet e tjera që të jemi sa më afër njëri tjetrit. Kjo është ajo. Kjo është ajo që ne paktën e shohim sikur mungon në shoqërinë tonë shqiptare, qoftë në atë të thjeshtën, por edhe në atë mediatiken që ushqehen pjesa më e madhe e njerëzimit, jo vetëm shqiptarëve, se media sot, qoftë nga ajo analoge, domethënë tradicionalja, televizioni, radio, gazeta, dhe tek ajo që është sot modernja, telefoni dhe teknologjika me portale, YouTube, rrjetet sociale e tjerë, po njëjta gjë është. Pra, të mba lidh nga ekrani, sot të mba lidh nga ky ekrani. Po.
Derisa që ne të mundohemi të sjellim diçka pak më dobishme, ndoshta edhe më afër asaj të vërtetës. Jo asaj se çka është sot e reale, por të vërtetës. Zgjidheni ju ushqimin që do fushni këtu brenda, jo ato që ju japin. Se nuk na e duan të mirën, sa dorë që të vinë me na mbush mendjen për të mirën tuaj për këtë, për të mirën tuaj për atë, për të futmen ton janë ato kur vinë me të mirën tuaj. Bëni një seleksionim, ashtu siç është ndodhur me ato shijet e ndryshme. Këtë se ha, se nuk ka kështu, këtë do e haj se këtë më pëlqen. Për sa i përket stomakut. Ne të gjendë edhe me mendjen. Me këtë që thënë ne jemi gjella, si prindërit kur ishin të vegjël që na thonë haj gjellën se të bën mirë, jo, po ne donim petlla, jo donim gjëra patate skuqura, gjëra kështu që janë që s'kan bazament. Kupton? Zgjidhni ju gjellën tuaj, kjo është, zgjidhni ju ushqimin tuaj. Hanë edhe gjellën që duket çiksi, po ajo është baza. Ndoshta nuk duket e bukur, nuk duket e mirë, duket me këto perde kështu s'kan ndriçime, dalim ne kështu, jo të kuruar, jo të bër. Aleksi pakun parë kishte një pyetje, ora thë, po dal të prap me këtë bluzën, ose kemi bërë 30 e sa episode, thë. Po pra nuk kam dalë, s'është problem, ne këto jemi. Këto bazikët, këto të thjeshtit, rëndësi ka që ajo fjala jonë të shkoj sa më afër jush, domethënë, nuk kemi nevojë për të bërë me mollza, me qërpike, me gjëra, me treguar ato që si jemi. Ne këta jemi, këtë duhet të tregojmë. Ti jemi sa më thjesht, sa më afër, të janë dorë njëri tjetrit. Kjo është, nuk kemi interesa fare. Miq, Alex të falenderoj. Është kënaqësi si gjithmonë dhe doja që kjo kënaqësi të vazhdojë. Nuk e di pse po e them është hera dytë që po e them se do doja të vazhdonte, se po është vërtet kënaqësi apo. Mu pëlqen kur I flemi këto gjëra. Miq, ju përshëndes, të jeni mirë, është shumë e rëndësishme që të jeni mirë dhe të jemi bashkarisht mirë, që të jemi më të fortë dhe më të lumtur, më të kënaqur me njëri tjetrin. Ju përshëndes. Ju pafshim.